Nëse Partia Demokratike do duaj apo jo të merrte pjesë, është kritikuar në atë kohë në 2 komisionet e posaçme, reformën zgjedhore dhe këtë të reformës territoriale. Dhe në atë kohë madje jeni pyetur si ju, po edhe eksponent tjerë të Partisë Demokratike, po mirë, nëse Partia Socialiste e bën si herët e tjera, pra vjen me një skenar të vetën, përdoret ky proces për të arritur te ky skenar dhe ja ku jemi. E prisit ju personalisht që të ishte saktësisht kështu, se në fund kjo ndodhi. Nxori skenarin e vet dhe me gjasa. Mos bëja të magjistarin, por të bëja të real politikun. Normal nisur nga ajo çka kishte ndodhur më parë, por dhe nga indicjet çfarë po gatuesh, unë e kam shprehur të shqetësim. Po, e vërtet. Jo vetëm në dalje televizive, të them drejtën, për të qenë i hapur dhe me publikun, në gjithë takimet që kemi bërë me faktorin ndërkombëtar. Kjo ka qenë kryefjalë e imja, që këtu jemi para një procesi i cili është parapërgatitur si përfundim dhe kërkon që të formalizohet nëpërmjet një komisioni parlamentar. Sepse synimi kryesor i Partisë Socialiste është të ndryshojë hartën, ndërkohë që pala tjetër me përfaqësuesin e tij mbronte me këmbgulje faktin që ne jemi të përqendruar ke harta, ndërkohë që hartën kishin asin në mend, por jemi të përqendruar ke kompetencat, ke autonomia financiare, ke decentralizimi. Dhe normal, do të thënë, ndërkombëtarët ngjoshin palët dhe ishin entuziastë, unë kërkoja të kishte konsensus, por kisha shumë pak shpresa dhe duke ditur si veprojnë. Pra nuk mund të shmange